Kemi rikthyer drejt për së drejti pa humbur kohë shkurtimisht një me disa prej zhvillimeve kryesore indjek. Asnjë surprizë në zgjedhjet e pjesëshme lokale në 5 bashkitë e vendit. Partia Socialiste fiton me diferencë të thellë drejtimin e 5 bashkive, në Vlorë me Brunida Mersini, në Berat me Elvin Ceca, në Cërik me Florenc Doka, në Mat me Altin Bojni dhe në Tepelen me Gramos Sakon. PD-ja e Sali Berishës pëson një tjetër dispat, këtë herë duke u fshehur pas kandidatëve të pavarur. Krahasuar me 11 majin, PD-ja rezulton me të kurrje të madhe duke zbritur poshtë 20%. Rezultati i Partisë Socialiste në 5 bashkitë e vendit për kryeministrin dhe kryetarin e Selis Roze Di Rama do të jetë themeli i punës së kryebashkiakëve të ri në shërbim të qytetarëve. Rama tha se qytetarët duhen falënderuar për besimin e dhënë për socialistët, pavarësisht dobësisë ekstreme të opozitës në këto zgjedhje të pjesëshme lokale. Në 6 komisione parlamentare diskutohet sot projekt buxheti 8.8 miliard euro për vitin e ardhshëm. Banka e Shqipërisë në opinionet e saj për draftin e qeverisë bëri 5 rekomandime nga rishikimi i skemës së pensioneve, e cila sfidohet nga plakja e popullsisë tek monitorimi i koncesioneve apo shpërndarje shpenzimeve gjatë gjithë vitit. Banka e Shqipërisë i kërkon qeverisë të monitorojë koncesionet pasi mund të ngarkojnë buxhetin e shtetit me kosto shtesë. Sot Sekretariati i Etikës pritet vendos për përjashtimin e Sali Berishës nga punimet e kuvendit me kërkesë të Partisë Socialiste pas deklaratave fyese të Berishës ndaj ambasadorit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Në seancën e 6 nëntorit kur diskutohet ligji i barazisë gjinore, Partia Demokratike sot ka bojkotuar të gjitha punimet e komisioneve parlamentare dhe pritet që PD të dalë me një vendim pas mbledhjes së grupit që zhvillohet në orën 12:30. OSHE ka prezantuar projektin e ri, një shërbimi dedikuar për karikimin e mjeteve elektrike që synon të nxjisë përdorimin e energjisë së pastër dhe të mbështesë zhvillimin e transportit qëndrueshëm në Shqipëri. Në prezantim, kryeministri Di Rama, i cili vlerësoi rëndësinë e këtij projekti për tranzicionin energjetik dhe avancimin e infrastrukturës për mjetet elektrike në vend. Edhe qytetarët e Kosovës zgjodhen dje kryetarët e 18 komunave në raundin e 2 të balotazhit. Lidhja Demokratike e Kosovës fiton në 5 komuna. Përparim Rama rikonfirmohet kryetar në Prishtinë. Lëvizja vetvendosje arriti të fitojë 4 komuna dhe mbyll zgjedhjet lokale të këtij viti me 7 komuna të fituara, por ka humbur kryeqytetin dhe Prizrenin. Në këtë raund të dytë AK-ja e Haradinaj fitoi në 4 komuna dhe PDK-ja në 3.